Nuk dua ta bëj këtë pyetje na e penduar për në një gjë, sepse ti besoj e ke bërë një analizë tënde, edhe sigurisht që ka pas momente që ke menduar duhet ta kisha menaxhuar ndryshe. Unë mendoj gjithmonë atë pjesë, sepse është që i bën një reflektim vetes dhe dal tek përfundimi që nuk do bëja asgjë ndryshe, nuk jam penduar për asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe, a do este siç do doja, a do funksiononte dhe në fund të fundit ashtu siç e kam bërë, a isha në pod? Unë mendoj që po. Që do thotë çfarë do bëja ndryshe? Mund të ishte edhe ndryshe. Po të bëja diçka ndryshe, mbase nuk do shkoj as në pod. Nuk i dihet. Nuk i dihet, kështu që më mirë. Si ishte ai fjalimi i Kanye West? Nuk do ta dim kur. Po nuk do ta dim kur. Nëse unë nuk do ta kisha fituar këtë çmim taj. Me nëse, ma kanë bërë shpesh edhe në bigte, se këtë duhet ta them. Çfarë do ndodhte? Nuk do ta marrin vesh kur. Këtë do ta them, ma kanë bërë edhe në big banorët që po sikur mos ishte krevati, po themi, ose po mos ishte kjo gjëja, si do ta bëje ti? Hajde shkojmë te 6-ta dhe fillojmë nga fillimi. Se ku e di unë se çfarë do ndodhte diçka tjetër, do bënim diçka tjetër. Kujt i shkoj mendja që do lindte një krevat? Kujt i shkoj mendja që ky krevati do zgjaste 120 ditë? Nuk e di, domethënë pafund. Dhe kujt i shkoj mendja që po krevati ishte dyshja finale. Në fakt profecia ime doli. Me thënë drejtën. Po, ai ishte prajmi i parë. Ai ishte prajmi i parë. Ne të dy jemi në finale. Jemi alat, do shkojmë finale. Je dhe parashikues. Deri diku. Dhe kam thënë edhe këtë tjetrën që finalistin ta zgjedhë publiku. Domethënë fituesin ta zgjedhë publiku. Po, e the edhe gjatë intervistës brenda që nëse unë nuk fitoj nga 3 të tjerët, është Selin që e meriton dhe ke qenë shumë Unë jam koherent tek gjërat që kam bërë në atë shtëpi, ha. Tek gjërat që ke thënë. Pra njëri përfaqësues i krevatit doli fitues. E fitoi. Ishte brenda krevatit fituesi. Po. Kush mendon që e luajti më fort lojën? Pra, jo vetëm në aspektin njerëzor, por edhe nëpërmjet strategjive, edhe nëpërmjet makinacioneve. Padyshim do thoja Rogerti. E ka luajtur shumë fort atë lojë. Por në fakt Arbri ka thënë që mirë s'ke magji. Po nuk do të flisja për veten faktikisht këtu. Ai e ka luajtur fort, e ka luajtur në mënyrë agresive që në fillim, ka qenë strategjia e tij që të bëhesh faktor shumë i fortë dhe që në fillim për atë situatë. Se hyri më vonë, ishte me një informacion nga jashtë, ai mund t'i përdorte kollaj, ne ishim brenda nga asgjëja, unë kur jam futur nuk di asgjë për asnjë banor aty. Unë çka kam përdorur situata brenda shtëpisë dhe normalisht po ta shikosh me sy të qetë, ti mendon se Rogerti ka hyrë fort me strategji, me skema, por me thënë drejtën, skemat i kisha unë. Te e them. Piketuar. Skemat i kisha unë. Unë shpika ushtarin tim kamikaz, që ishte Rogerti. Ashtu, sa i pretendon ndryshe. Çdo kush mund të pretendojë atë që do. Tani si janë marrëdhëniet tuaja apo janë okay? Me Rogerti. Unë kam marrëdhënie njerëzore, unë jam njeri fund ditës. Se në post Big Brother, mazallaset linte të flisë. Po e ka qefi që ka i vëmendjen, nuk kam çfarë bëj. Në fakt jo vetëm ty, ndërhyn të gjithëve. Po e ka të përbëndshme atë gjën, ai edhe në jetë ashtu është. Çfarë mendon që po i hyn muzikës ai? Se po bën koncerte. Po shikon një burim për të pasur një content që ndoshta i funksionon, i uroj gjithë të mirat, edhe e priste mbara. Po, normalisht se ti je njëri dashamirës në përgjithësi. Jam. Ndoshta jam më i mirë sa duhet.